Çdo ditë nxënësit e shkollës në Lekbibaj të Tropojës dhe banorët e zonës detyrohen të kalojnë mbi një urë të rënuar duke vënë në rrezik jetën vetëm për të shkuar në shkollë apo për të kryer nevojat e përditshme. Prej 2 vitesh, ura që lidh fshatrat me Lekbibaj mbi lumin e vogël ndodhet në gjendje alarmante dhe është lënë në harres nga institucionet. Pavarësisht shqetësimeve të përsëritura, deri më sot nuk është marrë asnjë mas për riparimin apo ndërtimin e një ure të re. Ka 2 vjet që funksionon fare. 2 vjet, me 18 janar, para 2 vjeç, në orën 11 janar se ka morë ky lum. Për arsye, kur ban herën e parë kjo urë, a ban ky muri prej atëhet deri këtu. Ky mur ka grumullu komplet këtë bashkëkun këtej, edhe ka fi ka hipush. Ja ku ka hipush. Ja. Këto shqetësim, a keni ngrit në bashki? Ka na shku në bashki, po bashkia e kryetari ka qenë me probleme të veta, nuk ka qenë aty, me këtë tjetër kena ngrit. Herën e fundit na kanë që të hanë që shkoj. Ai kryetari ka hanë do të nishi letrash për Tiranë ashtu. Dikush na thot, do ta bëjmë pasarel, po pasarel 40 metra gjatë këtu. Ku del? Pasarela këtu. Tu të kalojnë me mushka, kalojnë me blegëri me shane. Dikush thot, i ka orë buxheti shesha lekë poshtë. Dikush thot do ta bëjmë urë makine e të lidhet. Prej në atë kodër aty me rrugë dhe vjetër që shkollësit, se çesaj ka qenë rruga që shkollësit. Aty 25 ajo të ministrisë, mërëtis, repartigjenjes, kanë qenë këtu, e kanë pa me rrugë, e kanë pa me ure, e kanë pa këtej, e kanë thonë do të bëjmë urë makine, ma poshtë, këtu, edhe të lidhet me rrugën e makinës që shkullësit. Ka 2 vjetë, si kur tha Nikola, që është shkatru kjo urë, sepse kjo është reljevi t'ile dhe shirat e gjanat. Tani kem la, po shikoni edhe vetë kalabajt e vegjel, nuk është koha që tani mund të kalojnë disi, po këtu ka rëbeshe shiu, ka gjana të tjera, që këtu rrezikohet jeta e kalabajve. Detyrohen edhe 1 orë ma larg, këta 1 orë e gjysë kanë vajtje, edhe 1 orë e gjysë ardhje vajza ime për shembull, për shkollë. As ka transport urban. Kanë kaluar më thon, jo lek transporti, kanë kaluar 1200 lek vjetra për kalamaj. Edhe këtu në nuk jemi, si të thëjmi, që s'dijmë asë si gja. 2 vjetë, për shembull, unë sa kom vrejtje në bashkin, kom ma shumë në pushtetin vendor këtu të administratës. Sepse asë mërë mërzi, kërë plak, administrator, asë kush. Dëdohem në banorët, ja, kalabajt. Ja vajzë asë është. Filmohet ajo se, për shembull, ajo është një krijes që e ka falë zoti, edhe ta marrë natyra atëre, në këtë dhe reljevi, është tepër absurde. Së është bo asi gjanë, ka thona zemën të kryetari, asa janë kom detyrë, pëse në kryetari, do marim masa, do bëjmë 2-3 herë, pra të i ditë shkem prap një 5-6 vetë, në alla fjallë të forta, dhe si dhe është së bo, sënë tash në kolajme, po, se kur kalo këj fmin, në drasë, se do, si bëhet deri anej, atran të merë. Tash fjallët ne kanë lanë, po shohim, po su bënë dhe së 2 javë me njës punë, na vetë pëse t'ja njësë me të bojmë disa, dhe mundohem të këj punë, se fminë së më një lamë, me uem 3 orë, ja, nga ura atje, të shpjeme, me shku atje, të ure atjetet, me dojnë në cendër, tu bje në shkurt, e jo rrugu shkurtohet, as i mos së është marë. Të indinjuar nga kjo neglizhencë, banorët janë drejtuar dagsisë së Nika e Mërtuar News, duke denoncuar mungesën e çdo ndërhyrje dhe duke paralemuar se institucionet po presin të ndodhë tragjedia për të reaguar.